Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30, Sure El Mutaffifin, ajetet nga 29 deri te ajeti 36. Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idha ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wama ursilu alayhim hafidhin falyawma alladhina amanu minal kuffari yadhhakun 'ala al-ara'iki yanzurun hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun. Vërtet keqbërësit qeshnin me ata që besonin, duke ja shkelur syrin njëri tjetrit sa herë që ata kalonin pranë tyre. Kur ktheheshin te njerëzit e vet, ata talleshin me besimtarët dhe kur i shihnin ata thoshin, këta janë të humbur, ndonse nuk qenë dërguar për kujdestar të tyre, por sot ata që kanë besuar do t'i përqeshin jo besimtarët, e nga divanet e ngritura do t'i shikojnë, a janë shpërblyer meritueshëm mohuesit për atë që kanë bërë. Komentimi. Deri dje talleshin me besimtarët, por komentuesit e Kuranit kanë cituar dy shkaqe për zbritjen e këtyre ajeteve. Shkaku i parë thuhet se kur Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe disa besimtar po kalonin pranë një grupi jo besimtarësh të Mekës, ata që ishin me të dhe me besimtarët që e shoqëronin, ajetet zbritën për të qartësuar fatin e këtij grupi jo besimtarësh, të cilët fyen dhe ofenduan besimtarët. Hakem Abdul Qasem Hasekani në librin e tij Shawahidul Tenzil transmeton nga Ibn Abbazi se përdorimi i grupit emëror Innal ladhina ajramu ka si qëllim të tregojë jo besimtarët Quraysh, ndërsa përdorimi i El-ladhina amanu ka si qëllim të tregojë Ali ibn Abu Talibin, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe shokët e tij. Por më tepër ajetet e mësipërme kanë zbritur për njerëz të tillë sikurse është Amari, Suhejbi, Khababi, si dhe për besimtarët e tjerë që ishin të varfër. Këta njerëz ofendoheshin dhe talleshin nga Ebu Xehli, Walid ibn Mughira dhe El-As ibn Waili. Por mbledhja midis këtyre dy shpalljeve është plotësisht e mundur. Në ajetet e mësipërme u fol për mirësitë dhe begatitë e mëdha të njerëzve të mirëve, ebrar dhe muqarrabun, ndërsa në ajetet që po diskutojmë flitet për një pjesë të jetës së besimtarëve që vuajnë dhe heqin keq për shkak të besimit dhe të devotshmërisë së tyre. Këtu qartësohet se ai shpërblim i madh nuk është i palogaritur. Në këto ajete flitet për sjelljen e pahishme të jo besimtarëve dhe për 4 llojet e reagimeve të tyre. Së pari thuhet se punkëqinjtë në këtë botë tallen vazhdimisht me besimtarët, vërtet keqbërësit qeshnin me ata që besonin. Qeshja me ironi dhe me poshtërim vinte nga personat arrogant me ndjemdhenj, ata për të ofenduar besimtarët e devotshëm silleshin në këtë mënyrë të turpshme. Fjala ajramu është vendosur në vend të fjalës keferu dhe tregon se personat jo besimtarë dhe pa besim mund të njihen nga veprat e tyre të pista, sepse mungesa e besimit është burimi i krimit dhe i rebelimit. Në ajetin tjetër shikohet sjellja e keqe e tyre që kur kalojnë pranë tyre i tallin ata duke i treguar me gisht, duke ja shkelur syrin njëri tjetrit sa herë që ata kalonin pranë tyre. Me këto shenja dhe me këto gjesta ata thoshin, shikoni këta që nuk kanë kokë, nuk kanë këmbë, ata janë afër krijuesit, shikoni këta më grisur dhe këta këmbëzbathur që pretendojnë se janë bartësit e shpalljes hyjnore. Shikoni këtë grup ignorantësh që thonë se eshtrat e bëra do të ringjallen edhe një herë. Të gjithë këto ishin shembuj nga fjalët dhe gjestet që përdornin mushrikët për të ofenduar dhe për të injoruar besimtarët. Duket sikur buzëqeshja dhe tallja e jo besimtarëve niste kur besimtarët mblidheshin me njëri tjetrin, kur jo besimtarët i shikonin, ata nisnin t'i tallnin e të bënin me shenjë kur nuk kishin mundësi të flisnin me fjalë, por në vendet ku myslimanët ishin në numër të pakt, jo besimtarët i tallnin ata me shumë lehtësi. Fjala yataghamazun vjen nga rënja e fjalës el-ghamzu, që ka kuptimin e të bërit shenjë me sy apo me dorë në një diçka që është për të qortuar apo që është vënë në shënjestër të përflitet me fjalë fyese. Ndodh që ky term të përdoret në të gjitha mënyrat, pra si duke bërë shenja me mimikën e fytyrës apo duke ofenduar me fjalë. Prandaj dhe është përdorur kjo fjalë at-taghamus sepse është argument. Për ata që e bënin këtë fyerje përballë njëri tjetrit, pra dikush ofendonte me gojë dhe dikush tjetër bënte me shenja, këto ishin veprime skandaloze. Ndërsa përsa i përket përballjes së tretë, thotë të gjitha këto ishin reagimet dhe sjelljet e tyre me besimtarët, po ashtu edhe në takimet personale ishte po i njëjti ritual. Ata fyenin dhe ofendonin besimtarët, ashtu si thotë edhe vet ajeti kuranor, kur ktheheshin te njerëzit e vet, ata talleshin me besimtarët.
besimtarët, kur ktheheshin në mesin e familjarëve të tyre ishin të qeshur dhe të lumtur, duken sikur kanë fituar, krenohen me çka bëjnë dhe vazhdojnë ofendimin dhe fyrjen. Fjala faqihin është shumë si fjalës faqih dhe është mbiemër. Ky mbiemër vjen nga fjala el-faqaha dhe ka kuptimin tallje dhe shaka. Në të vërtetë fjala faqihatu ka kuptimin fryt. Ata nëpërmjet talljeve dhe bisedave ndjenin kënaqësi, njëjtë siç ndihet kënaqësi nga ngrënia e frutave, po ashtu bisedat e ëmbla midis miq quheshin fuqaha. Edhe pse fjala ehlu zakonisht ka kuptimin e familjes dhe të afërmve, në këtë rast mund të ketë kuptim të gjerë, kjo fjalë përfshin gjithashtu edhe miqtë e afërm. Reagimi i katërt i ligit tyre ndaj besimtarëve ishte që ata i quanin të humbur dhe kur i shihnin ata thoshin, këta janë të humbur. Ata i konsideronin të humbur sepse ishin larguar nga tradita e adhurimit të idhujve dhe kishin përqafuar fen islame dhe besonin në një Zot. Kështu sipas mendimit të jo besimtarëve, këta ishin të humbur. Ky interpretim që ata bën për besimtarët mund të ketë faza. Tallja për ta ishte pashmangshme sepse ishte pjesë së kaluarës, tregon më shumë intensitet ndaj dhe gjithmonë kur shfaqej një profet i madh dhe një traditë e re, domosdo që do të kishte reagime dhe kundërshtime nga armiqt, si fillim ata reagonin duke i tallur dhe duke i ofenduar këta njerëz, ata traditën e re e shikonin si diçka të pavlerë dhe nuk merreshin seriozisht me të që të kuptojnë, por kur feja hyjnore depërton në zemrat e njerëzve dhe mbledh pas vetes, sa më shumë njerëz jo besimtarët ndihen në rrezik dhe kështu që e marrin si problem serioz këtë çështje. Ata për të përballur me besimtarët nisnin disa faza dhe i bënin më intensive. Pra në fillim e nisën me tallje, më pas duke ofenduar e duke i konsideruar besimtarët të humbur, e mëtej nisnin luftra të përgjakura, pra faza e fundit e tyre ishte lufta. Zakonisht besimtarët nuk ishin mirë nga gjendja ekonomike, ndaj dhe jo besimtarët i shikonin ata me syrin e poshtërimit dhe të porulësisë, besimi i tyre konsiderohej si i pavlerë dhe feja e tyre konsiderohej si gjë e çuar dëm. Kurani në ajetin tjetër thotë ndonë se nuk qenë dërguar për kujdestar të tyre. Pra me çdo drejtë dhe sipas cilës logjik kërkonin t'i mbronin ata. Në ajetin 27 të surës Hud lexojmë se të pasurit dhe të fuqishmit e popullit të profetit Nuh, paqja e Zotit qoftë mbi të, i thoshin atij, por paria e popullit të tij e cila nuk besoi tha, ne shohim se ti je thjesht njeri si ne dhe shohim që ty të shkojnë pas vetëm më të pavlerët nga ne, pa menduar fare. Ne nuk shohim se ti ke diçka më të mirë se ne, madje ju quajmë gënjeshtar. Profeti Nuh, paqja e Zotit qoftë mbi të, u përgjigj, unë nuk ju them se kam thesarin e Allahut apo që e di të padukshmen, as nuk them se unë jam ëngjël, e as do t'u them atyre të cilët sytë tuaj i nënçmojnë se Allahu nuk do t'u jap kur fare të mira. Allahu e di më mirë se çka në shpirtrat e tyre, atëherë sigurisht që do t'isha prej të padrejtëve. Kjo është përgjigje për ata njerëz egoist që thonë se çu duhet ju, se nga cili grup jeni ju. Ju lexoni tekstin e ftesës dhe përmbajtjen e fesë profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Por në ditën e Kiametit çështja do të jetë ndryshe, saqë në ajetin tjetër thotë, por sot ata që kanë besuar do t'i përqeshin jo besimtarët. Kiameti pasqyron veprat e njeriu në këtë botë sepse atje duhet të kryhet drejtësia hyjnore. Drejtësi kryhet atje ku besimtarët e pastër do t'u thonë jo besimtarëve të njëjtën gjë që ata u thoshin atyre në këtë botë. Kjo në vetvete është një lloj dhimbje madhe për mendje mdhënjt. Në disa nga hadithet e transmetuara nga i dërguari i Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë, në atë ditë, dita e Kiametit, do të hapet një derë për jo besimtarët nga xheneti, ata duke menduar se ka ardhur urdhri i lirisë së tyre nga xhehenemi dhe hyrjes së tyre në xhenet, nisen drejt asaj dere, kur arrin pranë asaj dere papritur, dera mbyllet. Kjo gjë për ata përsëritet disa herë, ndërsa besimtarët që janë në xhenet e shikojnë këtë gjë dhe qeshin. Ndaj edhe në ajetin më pas thot, e nga divanet e ngritura do t'i shikojnë. Ata janë të ulur në divanet e zbukuruara të xhenetit dhe shijojnë fatin e atyre. Ku shkojnë ata? Te të gjitha ato mirësi të pafundme të Allahut, tek ato dhurata të paimagjinuara, tek ajo qetësi dhe madhështi respekti, tek ai dënim i dhimbshëm që qafirët mendje mdhënj dhe egoist do të vuajnë poshtërimin. Si përfundim në ajetin e fundit të kësaj sureje me një fjali pyet se thot, a janë shpërblyer meritueshëm mohuesit për atë që kanë bërë. Ky fjalim, si tjetë nga ana e Allahut, si tjetë nga ana e angjëjve apo e besimtarëve, është një lloj tallje dhe sharje për jo besimtarët dhe pretenduesit mendje mdhënj, të cilët ishin në pritje që në përballje të veprave të tyre të këqija të merrnin dhuratë dhe shpërblim nga Allahu, kundrejt këtij iluzioni të rrem thot, a e kanë marrë shpërblimin e tyre jo besimtarët për atë që bën? Shumë komentues këtë fjali e konsiderojnë si fjali të pavarur, ndërkohë që disa besojnë se është vazhdimi i ajetit të mëparshëm që thotë se besimtarët janë të ulur në divane të zbukuruara
siguruara dhe shikojnë jo besimtarët nëse kanë marrë apo jo shpërblimin e punëve dhe veprave që kanë bërë në kundërshtim me fenë islame. Po, nëse ata do të marrin shpërblim jo besimtarët, duhet ta marrin nga shejtani, por a mund ta marrin shpërblimin ata të varfër nga një i varfër dhe i përfshirë këtë çështje. Fjala thawab vjen nga rrënja e thawb, që ka kuptimin e kthimit të një gjëje në gjendjen e mëparshme. E thawab i thon një shpërblimi që jepet njeriu në këmbim të veprave që kryen, sepse rezultati i veprave që ne kryejm rikthehet te ne. Kjo fjalë përdoret edhe për punët dhe veprat e mira, edhe për punët dhe veprat e këqija, edhe pse ndodh që kjo fjali të përdoret edhe për gjëra të tjera. Ajeti më sipër më tregon llojet e sharjeve për jo besimtarët dhe duhet të jetë i tillë sepse ata gjithmonë talleshin me besimtarët dhe me ajetet e Allahut, ndaj dhe në atë ditë ata do të shikojnë rezultatin e veprave të tyre. Hulumtim, tallja është arma e të dëshpëruarit. Por gjatë gjithë historisë lexojmë se profetët paqja e Zotit qoftë mbi ta në mënyrë të përsëritur kanë pasur luftë me talljet e njerëzve, pra të jo besimtarve. Ajetet e Kuranit të shenjtë kanë pasqyruar më së miri këtë çështje për vetë faktin se talljet dhe ofendimet dalin nga goja e jo besimtarve dhe e mendjemdhënjve apo të atyre që janë të dehur dhe veten e tyre e konsiderojnë më të mirë se të tjerët. Kështu si rezultati i mendjemadhësisë ata i shikonin të tjerët me syrin e përçmimit. Nuk është për tu habitur që jo besimtarët fortë dhe arrogant të kishin këtë lloj sjellje karshi besimtarve. Edhe në ditët tona e shikojmë dhe hasim këtë gjë si në median e shkruar ashtu dhe atë vizive, në shkrime dhe programe të ndryshme ku ofendimin dhe talljen e fesë kanë në shënjestër, ndërsa besimtarët duke u referuar premtimeve hyjnore që shembulli i tyre është edhe në ajetet e lartë përmendura, bëjnë që njeriu të qetësohet dhe shpirti të përforcohet, e kundërta ndodh te jo besimtarët sepse zemrat e tyre errësohen dhe shpirti i tyre lodhet. Në parim, sharja dhe ofendimi, e tallura dhe të qeshura ndaj së vërtetës që u cituan në ajetet e mësipërme janë të gjitha mëkatet të mëdha dhe tregojnë ignorancën dhe mendjemadhësinë. Një njeri i mençur dhe inteligjent e përdor arsyen e mendjes së tij. Edhe nëse nuk ka asnjë lloj besimi, vetëm duke përdorur logjikën arrin të kuptojë, ndaj dhe nuk e lejon veten e tij që të marrë pjesë në të tilla luftra. O Allah, na ruaj nga mendjemadhësia dhe nga ignoranca. O Allah, na bëj kërkues të së drejtës dhe na fal modestin. O Allah, librin e punëve dhe të veprave tona na e vendos në illijin dhe na largon nga sixhinat. Amin, ya Rabbal Alamin.